Adhuroj Zotin tënd derisa të të vdekja. Allahu subhanahu wa ta'ala nuk është Zoti i një muaji të vetëm. Nuk është Zoti vetëm i Ramazanit, nuk është Zoti vetëm i Shawalit, është Zoti i të gjithë vitit. Është Zoti i 12 muajve. I Ramazanit, Shawalit dhe muajve të tjerë në kalendarin hënor. Kalendarin me të cilin ne kryejmë adhurimet tona. Është Zoti i të gjithë vitit, është Zoti i jetës sonë. Ndaj dhe dietarët e hershëm kanë thënë: kun rabbaniyan, la takun ramadaniyan. Bëhu adhurues i Zotit tënd. Mos u bë adhurues vetëm në muajin e Ramazanit. Mos u bë adhurues pa besimtar i mirë, mos u bë besimtar i mirë vetëm gjatë muajit të Ramazanit. Ramazani ka ardhur si nxitje për të shtuar veprat e mira. Pra gjatë gjithë vitit ti vepron dhe në Ramazan i shton ato. Dhe pastaj duke fituar këtë stabilitet, atëherë pas Ramazanit shijon atë ëmbëlsinë dhe vazhdon punën tënde në mënyrë të njëtrajtshme. Kështu Ramazani mund të jetë muaji i udhëzimit, ku shumë besimtarë dhe besimtare udhëzohen në këtë muaj, me agjërimin, me namazin, me veprat e mira. Por nuk do të thotë kjo që tashmë agjëruam dhe u falëm dhe ta ndërpresim punën pas Ramazanit. Sepse e gjithë jeta e besimtarit duhet të jetë vepër e mirë.